Falenderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut fuqiplot. Prej tij ndihmë kërkojmë dhe vetëm te ai mbështetemi. Paqja dhe shpëtimi i tij qofshin mbi të dërguarin e tij Muhamedin, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë besimtarët që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Shikues të nderuar, me lejen e Allahut sonte prap do të takohemi që t'i kalojmë disa momente në hijen e disa ajeteve dhe të Allah subhanahu wa taala dhe haditheve të dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në këto ditë të Ramazanit, në këto ditë të muajit të bekuar, ku ditën e kalojmë pa ushqim e pa pije dhe largohemi nga epshi, e natën duhet ta kalojmë në adhurime të Allah subhanahu wa taala. Pra, kombinimi më i mirë i ibadetit çka mund të bëhet është kur ditën agjeron edhe natën falesh namaz. Ka pas edhe prej popujve, prej umeteve të kaluam të përparshëm, të cilët janë lavdru edhe në njëjtën kohë kanë tentuar që sa më shumë të kalojnë jetën e tyre me këtë kombinim të ditës dhe të natës. Pra ditën me agjeru edhe natën me fal namaz. E na për fat keq, pasi që jashtë Ramazanit mos them hiç, shumë pak falemi namaz të natës, atëherë bile këtë muaj ta shfrytëzojmë që të kalojmë në namaz të natës. Zati namazi i natës është namazi më i vlefshëm pas namazeve farz. Pra, siç e dim, namazet ndahen në dy grupe të mëdha, namazet obligative edhe ato vullnetare. Për obligative nuk ka diskutim, mirë po, ato prej atyne vullnetare çka janë, namazi më i mirë është namazi i natës. Pse a thua vallë? Përgjigjja është shumë e thjeshtë edhe shumë e logjikshme, sepse kur njerëzit tjerë janë në gjumë, kur kulminacionin e arrin qetësia, edhe koncentrimi arrin maksimumin e vetë të njeriut i cili është i zgjuar edhe falet për Allahun, atëherë edhe arrin atë shpërblimin më të madh të namazit të tij. Kështu ka vepru çdo pejgamber në përgjithësi, edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam në veçanti. Transmetohet nga Aisha dhe Bilali radiallahu anhuma se Muhamedi alayhi salatu wassalam aq gjatë ka fal namaz të natës, sa që ju kanë aq kam themrat, e në një transmetim ju kanë qa themrat. Edhe kur e kanë pyet, ja Resul Allah, pse po e ban kët? Kad gafer Allah, ma te kaddemi min dhembik, ma te akhar, sepse Allah ty t'i ka falë të gjitha mëkatet, o ti pejgamberi Allahut, edhe të kaluarat, edhe të ardhshmet. Pse ka shumë po e mundon veten? Edhe është përgjigj me një përgjigje shumë të shkurt, por shumë domethënëse. E fela e kunu abden shekura, a mos jem rob falemnderues për këto nimete, për këto dhuntit cilat mi ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Çka është karakteristik pra edhe e çdo besimtarit të devotshëm, ku Allah i përshkruan walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, edhe të cilët e kalojnë natën për Zotin e tyre në sejdë edhe në këmbë. Pra Allah azza wa jall i ka përmend këto dy rukne, këto dy shtylla të namazit, cilat e bëjnë gjithashtu kombinimin më të mirë, më të suksesshëm. Për çka është fjala? Allah po e përmend sejdën edhe qëndrimin në këmbë. Në këmbë kur qëndrojmë në namaz, është fjala në namaz, aty pa dyshim se themi diçka, shqiptojmë disa fjalë. Ato fjalë janë fjalë të Allahut azza wa jall. Është Kur'ani, të cilin e lexojmë, ai minimumi i kërkuar, pra Fatiha çka duhet të lexohet në namaz. E fjalë më të mira janë fjalë të Allahut pa kur farë dyshimi. Fjalët më të vërteta, më të sinqerta janë fjalët e Allahut azza wa jall. Pra në namaz i themi, i shqiptojmë, kur qëndrojmë në këmbë, i shqiptojmë fjalët më të mira, të cilat mund të më shqiptu një njeri. Ndërsa në sejdë jemi në një pozitë, e cila pozitë është më e lavdruar e njeriut. Nuk ka pozitë mirë të trupit të njeriut siç është në sejdë, sepse në atë pozitë jemi më të afërt me Allahun azza wa jall, ku thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, aqrabu ma yakunu abdu bi rabbi wa huwa sajidun. Më së afër me robi, me krijuesin e tij, me Zotin e tij është në sejdë. Pra për këtë shkak Allahu i ka përmend këto dy shtylla, këto dy rukne të namazit, ku njerëzit cilët ngritën, njerëzit besimtarë të devotshëm, të cilët ngritën edhe e lanë shtratin e nxehtë, të tejafa junubuhum anil medaji, i ngritin trupat e tyre, thot Allah në një tjetër ajet, prej shtratit të nxehtë. E
shplojnë veten, e hjekun jorganin, edhe ngritën, marrin abdes edhe falin namaz për Allahun subhanahu wa taala. Pa kur far dyshimi nuk është lehtë për me lanë shtratin e nxehtë edhe me u ngrit me u fal për Allahun subhanahu wa taala. Mirë po njeriu i cili e din se për çka po e bën një punë, i cili e din se për kënd po e bën atë punë, atëherë pa kur far dyshimi se i lehtësohet ajo punë edhe gjithsesi i lehtësohet suksesi prej asaj pune. Kështu kanë vepruar edhe të parë tonë të mirë. Ebu Bekri radiallahu an, Umeri radiallahu an, të gjithë kanë kalu namaz natës, kanë falë gjatë namaz, edhe Umeri radiallahu an ka pas shprehi kur ka kalu gjysma e natës, ka bërtit me zot nalt në shtëpi të vet, es-sala, namazi, edhe ka citu ajetin wa amur ahlaka bis-sala wastabir alejha, urdhroje familjen tënde për namaz edhe bënu i durueshëm, qëndrueshëm në këtë urdhres. Pra fjala është për namaz të natës e jo për namaze obligative. Ebu Hurejra radiallahu an e ka nda në 3 pjesë natën, në një pjesë të natës ai vetë është fal, pastaj e ka ngrit shoqen e vet, ajo është fal, pastaj është ngrit shërbëtori edhe ajo është fal pjesën e tretë fundit, ose kanë bërë kombinime të ngjashme kryesore. Qëllimi i tij ka qenë që shtëpia e tij mos të kaloj natën as një minutë pa qenë dikush në namaz. Pejgamberi alayhis salam e ka këshillu Ebu Bekrin, o Ebu Bekër, ashtu siç ka qenë ai i butë me zot të ult e ka fal namazin natës, ka thonë o Abu Bekër ngriti ti pak zërin, ndërsa Omerit i cili me zë shumë të lartë e ka fal namazin natës, i ka thonë Omer ti ule pak zërin. Vllazër dhe motra, nëse mendojmë se ky ibadet është i vështirë, ky ibadet është i pa arritshëm për neve, atëherë shumë gabojmë. Paraprakisht duhet ta dimë se çka thonë dietarët. A thue vallë, si është rruga për me ardhë në një ibadet kaq të vlefshëm edhe kaq të rëndësishëm, e para sa gjithash, për neve kaq dobiprurës. Është fjala dobiprurës se na bën shumë sevape, shumë fitimin nga Allah subhanahu wa taala. Kur e kam pyet Hasan el Basriun, pse njerëzit nuk po munden me fal namaz të natës, ka thonë sepse po bojnë mëkate ditën. Pra, përgjigjen e njëjtë e kanë marrë edhe nga Ibrahim Edhemi rahimullah, i cili ka thonë, o ti robi Allahut, kujdesu që ditën mos ta kalosh në mëkate, që të kesh mundësi edhe që të kesh sukses me fal namazin e natës. Muhamedi alayhis salam transmeton Ebu Seleme, thot një natë tha, të mjerët ne është për hap fitne e madhe, e shpëtimi për kësaj fitne është në namaz të natës. Ka transmetimi se ka thonë Muhamedi alayhis salam, nurin robi ditën e gjykimit e arrin nëse gjatetës së tij fal namaz të natës. Pra dietarët thonë se nuri, ndriçimi i fytyrës së besimtarit arrihet nëse fal namaz të natës. Transmetohet prej femrave, grave të gjeneratave të para, cilat kanë pas dëshirë me qenë të bukura, atëherë ju kanë thonë edhe kanë propozuar edhe ato e kanë pranuar këtë këshill që të sa më shumë të kalojnë natën me namaz të natës. Edhe kështu transmetohet prej selefit se njeni kjo këshill e tij vlen edhe për neve që mos të dorëzohemi edhe të vazhdojmë në këtë punë. Thot 20 vitet e para me mundim kam fal namaz natës, pastaj kanë ardhur 20 vite tjera shumë me lehtësi e kam fal namazin e natës. Sa që ka ndodhur njeni prej tyne kur është ngzhu në mëngjes duke qajt me vaj të madh, e kanë pyet vallë çka të goditi, a ki ndonjë rast vdekjes në shtëpi, fëmia ka vdek ndonjë fëmijë ose shoqja ose ndonjë afërm, ka thonë jo, shumë ma keq se kjo më ka ndodhur. Çka të ka ndodhur, nuk ka mujt mbra me fal namazin e natës. Kështu e kanë përjetuar këtë namaz, këtë ibadet kaq të vlefshëm ata të parë tonë të mirë. Edhe për këtë shkak kanë qenë kaq të suksesshëm në dynjë, pa kur far dyshimi do të jenë suksesshëm edhe në ahiret. Abdullah ibn Umeri radiallahu anhuma për një ajet të cilin e ka zbrit Allahu për atë i cili fal namaz të natës, emmen huve qanitun ana e lejli, a është i njësoj ai i cili e kalon natën në namaz të natës, sajide me qiyama,
o yahdharu min al-akhirah warju rahmat rabbi, edhe e kalon namazin natës në sejdë edhe në kamp, edhe friksohet nga ahireti, pra ruhet nga ahireti, edhe shpreson mëshirën e rahmetin e Allahut. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ma thot se ky ajet ka zbrit për shkak të Uthmanit radhiyallahu an, i cili shumë ka falë namaz të natës, saqë transmetohet se ka ndodhur shpesh që krejt Kur'anin të bën hatme, gjithsesi krejt Kur'anin të lexon për një natë, pra namazin e natës e ka kalu me leximin e gjithë 30 xhuzave. Kështu ka qenë i qëndrueshëm Uthmani, kështu kanë qenë edhe Umeri edhe Bubekri, e kështu kanë qenë edhe prej selefit ata të parë tanë të mirë, cilët e kanë kalu namazin e natës, saqë njëri prej tyre është mundu me fal namaz të natës, por s'ka pas mundësi, nuk e ka ndi veten të përgatitur për me fal namaz të natës. Ka marrë me lexu Kur'an, as Kur'an s'ka mujt me fal. Pastaj ka fillu me bë dhikr, as dhikr nuk ka mujt me vazhdu. Edhe kështu në mëngjes kur është gju, duke qajt e duke u dridh, plot frikë nga Allah subhanahu wa taala, po thot o Allah, po bën lutje, o Allah, nëse pas kësaj nate unë nuk do të mundem me fal namazin natës, o Allah, ma mirë për mu është me ma marr shpirtin se sa të jetoj në këtë dynja pa namaz të natës. Sepse tham, sukses i madh është edhe fitim i madh është me fal namaz të natës. Muhamedi alayhi salatu wasalam thot në një hadith ku na këshillon cilat janë ato pika të rëndësishme me cilat mund të fitojmë xhenetin edhe të hyjmë në xhenet të shpëtuar, thot ja ejuhan nas, o ju njerëz, efshu selam, përhapni selamin, përshëndetjen mes vete, imu taam, jepni ushqim, i ushqeni të varfërit, silul rahim, i vizitoni të afërmit, o sallu fi lejli o nasu niyam, tedkhulul jannata biselam. Edhe falnu natën kur njerëzit tjerë janë në gjumë, edhe kështu do të hyni të shpëtuar në xhenet. Pra këto 4 këshilla po i jep Muhamedi alayhi salatu wasalam, nëse i punojmë këto, nëse i praktikojmë këto gjatë jetës tonë, atëherë të shpëtuar do të hyjmë në xhenet. Cilat ishin ato? Me përhap selamin, me dhënë ushqim, me e vizitu farefisin, mos mu largu prej farefisit, edhe me fal namaz të natës, e 4-ta, kështu do të hyjmë të shpëtuar në xhenet, që ka lutim Allahun që me na mundsu që gjithë së bashku të hyjmë në xhenet. Nëse ndokush mendon se ambienti tjetër ka qenë në shekujt e parë të Islamit, njerëzit besimtar kanë qenë më ndrysh në ato shekujt e parë, ndërsa tash krejtni rrethon tjetër është rrethon më e vështirë, e cila nuk ta mundson me arrit atë sukses për me fal namazin natës. Edhe këtu nëse dikush kështu mendon, themi se shumë gabon. Sepse edhe namazin e natës e arrin edhe e falin, por edhe fitojnë shumë edhe në këtë kohë. Sa fitojnë e kuptojmë prej një rasti të vërtet, të cilin rast po e tregon një mjek arab, i cili thot ka pas një rast në emergjent, e ky mjek ka punu në emergjent në një prej spitaleve në vendin e tij, edhe e kanë pru një gru relativisht e moshuar, e cila ka qenë në komë, edhe kur ka hy në spital janë mundu me i dhonë ndihmën e parë, ndihmën e shpejt, mirë po pas disa momenteve të shkurta ajo ka vdek. Gjithsesi sipas këtyne, gjitha aparatet kanë konstatuar se ajo ka vdek edhe është e palëvizshme, zemra nuk i punon, kurrë nuk funksionon në trupin e saj. Janë mundu me elektroshok me a kthy zemrën në funksion, mirë po nuk kanë arrit sukses. Befas edhe pa pritmas, pas disa momenteve, pas disa qasteve, ajo ngritet. Edhe ashtu ngritet për miner, sepse thot ai mjek nuk është e logjikshme edhe nuk është e shëndetshme që menjer si të vjen në vete pas komës pacienti të ngritet edhe të ulet. Duhet t'i kalon disa qaste në atë pozitë të shtrirë. Sikurse edhe neve na ndodh, nëse ngritemi me shpejtësi prej gjumit, kur dëgjohemi, atëherë kemi marramendje, sepse nuk ka arrit gjaku me shku në tru, në kokë. Mirë po, ja që kjo menjer unë ngrit në pozitë të ullur, edhe e tha shahadetin, eshhedu en la ilahe illa Allah, wa eshhedu enne Muhammeden abduhu resuluhu, edhe prap ushtri edhe vdiq. Prap u mundun me i dhon ndim të shpejt për me e kthy, mirë po pa sukses.
Edhe ky rast, këta mjek shumë i ka befasu, shumë i ka habit edhe janë çudit. Pasi që i kanë marrë evidencën se kush është ajo, adresën e kështu me radhë, pas 2-3 ditëve ky mjek ka shku në shtëpi të saj, edhe kur ka trokit në derë, ka shku edhe për ngushëllime me i shpreh burrit të saj, por edhe ka thonë, ka diçka se kur e ki pruti shoqen tonde në spital, atëherë në emergjencë në sallë, aty dyert janë mbyll, ti ke mbet jashtë edhe nuk e ki idenë se çka ka ndodhur mbranda. Edhe ky mjek po i tregon se krejt ajo çka i ka ndodhur shoqes të saj. Tashmë të ndjerë. Edhe thot, po kam dëshirë me ditë, a thue vallë, a ka ndonjë sekret si ka arrit ajo këtë lavdrat edhe këtë beneficion nga ana e Allahut që për një kohë të shkurt me a kthy shpirtin asaj sa me e shqiptu shahadetin, çka është garant se ajo do të jetë prej banorëve të xhenetit edhe prap të vdes pastaj. Thot, nuk di diçka tjetër, vetëm se e di se ajo sa jem në martesë 37 vjet nuk e kalon asnjë natë pa e fal namazin e natës. Kuptohet me përjashtim ato ditë kur nuk ka qenë e pastërt. Për ndryshe, kur ka qenë e pastërt, asnjë natë, as vetëm një natë nuk e kalon pa e fal namazin e natës. Ja vëllezër dhe motra, ligjet e Allahut nuk ndryshojnë. Allahu nuk i ndihmon disa njerëz jashtë njerëzve tjerë. Nuk ndihmon Allahu me simpati, por Allahu i ndihmon të gjithë ata, i shpërblen të gjithë ata, cilët i kryjnë ato obligime karshi Allahut dhe cilët i plotësojnë ato kushtet, cilat ja u ka parashtruar Allahu subhanahu wa taala. Nëse edhe ne i kryjmë këto obligime karshi Allahut, edhe pastaj këto namaze vullnetare me plot elan, edhe me plot dashuri, edhe me plot zell, atëherë pa kur far dyshimi edhe neve na shpërblen Allahu me shpërblime për neve të pa arishme edhe të pa kafshme edhe të pa kuptueshme. Tregon, po fillimisht të themi se për me pas sukses në realizim të këtij ibadeti, duhet të kemi dëshirë të flakt për me fal namaz të natës. Ja se çka ka vepru Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma, i cili transmetohet se kur ka vdek Muhamedi alayhi salatu wassalam i ka pas 13 vjet, edhe një djalosh 13 vjeçar është interesu se si kalon namazin, gjithsesi se kalon natën Muhamedi alayhi salatu wassalam, edhe ka prit kur ka qenë te tezja e tij te Mejmunia, e cila ka qenë gruaja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe ka shku thot, am pranoni në konak sonte, am pranoni të vi të buj tek ju, sepse dim tezja me nipin e vet nuk kanë havale. Edhe në anën tjetër djalin e Anxhës se ka pas Muhamedin alayhi salatu wassalam, edhe e kanë pranu, ka shku me kalu atë natë në shtëpi të pejgamberit alayhi salatu wassalam, mirë po jo për me flajt, jo për me kalu natën në gjumë, por për me vëzhgu edhe për me e shiqu se si po e kalon, çfarë ibadeti po bën Muhamedi alayhi salatu wassalam natën. Edhe kur kaloi nata mesin, u ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i fërkoi syt, e qiti gjumin, edhe i citoj disa ajete të fundit nga sure Ali Imran, kapitulli i 3. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi lejli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman qu'udan. Pra, po thot në këtë ajet Allah subhanahu wa taala, të cilat ajete Muhamedi alayhi salatu wasallam po i citon me të vërtet në krijimin e qiellit dhe tokës, në ndryshimin e natës edhe të ditës, ka argumente për zotët e mendjes, për ata cilët logjikojnë, për ata cilët mendojnë, për ata cilët e shiqojnë atë qiell natën, i shiqojnë yjet, i shiqojnë trupat qiellor, se si notojnë, se si lëvizin në formë të përsosur, në harmoni të plot, pa u plasaritur me një tjetrin, edhe shiqojmë qiellin edhe nuk shohim ndonjë çare ose diçka ndonjë tmet në qiell, edhe vetvetiu njeriu duhet atina të imbushet zemra me iman edhe me pa fuqinë madhështore, fuqinë krijuese madhështore të Allahut subhanahu wa taala. Edhe kështu si me desh me thon Muhamedi alayhi salatu wassalam, se po nevojitet që të akumuloj zemrën time me iman. E si akumulon me iman,
tu e shqiqu fuqin krijuese madhështore të Allah subhanahu wa taala, edhe pastaj ka marr abdes edhe ka fal namaz të natës, ku ju ka bashkangjit edhe Abdullah ibn Abbasi, i cili edhe neve po na përcjell, po na transmeton se si ka fal namaz të natës Muhamedi alayhi salatu wassalam, kështu ju ka përcjell vazhdimisht gjeneratave, saqë transmetohet një prej dietarëve, Hasan ibn Hakim rahimahullah, kur e ka shit shërptorën e vet, robreshën e vet, e ajo ka shku në familje të re, në një ambient të ri, edhe pas në mesit të natës është ngrit ajo me zot lart, es-shala, namazi, po mendon se është tek ambienti i vjetër, tek familja e cila ka qenë përpara, cilët kanë falë edhe namaz natës, po mendon se situata është e njëjtë edhe në këtë familje, mirë po ja që ata nuk kanë falë namaz të natës, edhe kur janë ngrit, çka kanë thonë, a sabah ju bua, erdh koha e namazit të sabahut? Ka thonë, jo, nuk erdh koha namaz sabahut, mirë po tash është koha për me fal namaz të natës. Vjen tash pas pak pjesa e tretë e fundit të natës, ku Allah subhanahu wa taala zbret në qiellin e dunjas edhe thot, ku janë ata cilët falin namaz, te u pranoj namazin, ku janë ata cilët bojnë dua, te u pranoj duat, ku janë ata cilët bojnë istighfar, te u fali mëkatet atyre. Për fat keq ku jemi në shtrat, edhe jemi larg mëshirës së Allahut subhanahu wa taala në ato momente. Edhe kjo shërptore i kanë ngrit, i ka zgju në namaz, kur ka pasë pa sukses, kur e kanë kuptuar ata se nuk është koha namazit të sabahut, atëherë është kthyte Sheikh Hasani rahimahullah, ka thonë, o ti zotni im i vjetër, aman për hir të Allahut, po të lus kthem mrapa, blem prap, se ata ishin një familje të cilët i falshin vetëm farzet, ata ishin një familje të cilët agjerojshin vetëm Ramazan, e nuk ishin namazë vullnetare, e nuk ishin as agjerim vullnetar. Pse ka kaq vlerë ky namaz? Pse njerëzit, Allah njerëzve të cilët falin namaz të natës u jep nur dritë ftyrës së tyre, po e përfundojmë me thënie të Hasan el-Basriut rahimahullah, të cilën e kam pyet, ja Aba Said, pse njerëzit që falin namaz të natës kanë dritë në ftyrat të tyre? Është përgjigj në formë figurative, thot, sepse ata janë zhvesh prej njerëzve në ato momente, janë vetmu me Allahun, pra janë zhvesh, janë largu prej njerëzve, edhe Allahu i ka vesh me nurin e tij. Me kaq po e përfundojmë duke lut Allahun subhanahu wa taala që të na bëj për atyre cilët falim namaz të natës, na bëj për atyre cilët jemi të qëndrueshëm në këtë ibadet, edhe pse në ditë të para, në muaj të parë ose edhe në vite të para mund të kemi vështirësi, por vëllezër dhe motra, mos të dorëzohemi, të jemi kamgullës, të vazhdojmë në këtë ibadet, po qoftë edhe pak 2 recate të falim. Atëherë do të vjen një moment pa kur fardyshimi ku Allah do të na jap kënaqësi edhe do të ta përjetojmë këtë kënaqësi në këtë namaz të natës. Allahu dhe më së miri, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.